Jo, ma të lumshin duart, ha? Me patligjanat kuq që ta, ha? Të mushën, ha? Me speca, me qinë. Lumshin duart, o ma si të dit me pushu valla. E gjithë ke gjërnjë që to? Qip speca. Qip e speca, ha? Tash kjo tamli, do me thonë tenxherja se kësojnë e qova, edhe këtë tamli do të përduhet për të shojnë, si këtë e bo mami, me patligjanat të moshën. Hajde shkoj. Ku e do në kësonje ma? Mi bashku do me thonë. A këna nëzhe shumë? Nëzhe si shumë. Ja këna nëzhe mamit. Ja këna nëzhe tamlin shumë që tash këtu, a ja ke qitë kosin në ma ajo? A vesh pak thamë. Se ku mami edhe kosk këtu. Se jalë qënë këtu e zënjët koski, do me thonë bon që ta mëllë si kosi e trashkë me patligjanat, do bon të shëja speciale. Që tash mami i qëtë kosin këtu në tamëll. Ndërkohë që kena hinë të thesari mamit për gjatë gjithë vjeshtës, që ka netë mami jem të bon veç të shëja. Këto janë patligjanat kuq, tu gjenë për supi për duhe një dinjit. Këto kena laknat gjëmë me patligjanat kuq, ka rruota, speza, gjithë s'pa afajt mami edhe këta për dinjit. Këto kastravejëcat. Pa harru langin e thanave këto, lang kajsijash edhe reqili. Kurse këto janë patligjanat zi, patligjanat kuq, speca, këto i përdorim për sup, përdorim edhe për me ngjikshme, janë shumë të shikshme këta. Dhe ndërkohë kena edhe këto kavanozat këto krejt janë me salë, si ka bon krejt mami, do me thonë. Gjithë vjeshtës, do këmë thonë, gjithë vjeshtës, pa pushu në najime, edhe gjithashtu në ka kriju një ushqim shumë të shëndetshëm pasi që e kena, për patligjanave tonë për çdo gjë tonat. I kena bon baqe, i ham dinjët, që tash i konservojmë edhe dinjët i ha. Dijet në kukës dinjë shumë i ftoftë dhe mamin e paqim me jetë.